Mes përpjekjeve diplomatike dhe demonstrimeve të forcës ushtarake, Irani dhe Rusia kanë vendosur të thellojnë bashkëpunimin e tyre detar përmes një serie manovrash të përbashkëta në ujëra strategjik të detit të Omanit dhe në veri të Oqeanit Indian. Sipas mediave iraniane, stërvitja synon rritjen e sigurisë zyrtare dhe forcimin e koordinimit mes marinave të dy vendeve, megjithëse pa u bërë publik afati i saj. Lëvizja vjen vetëm pak ditë pas raundit të dytë të negociatave indirekte mes Teheranit dhe Washingtonit, të ndërmjetësuara nga Omani, ku palët diskutuan për programimin iranian dhe mundësinë e lehtësimit të sanksioneve ekonomike. Paralelisht, krahu ideologjik i ushtrisë iraniane, Garda Revolucionare Islamike, ka nisur stërvitje të veçanta në ngushticat e Hormuzit, një nga korridoret më të rëndësishme të transportit të naftës në botë. Këtë lëvizje shihen si mesazh i drejtpërdrejtë për flotën amerikane të dislokuar në rajon. Nga ana tjetër, administrata e Donald Trump ka rritur ndjeshëm praninë ushtarake, duke dërguar një forcë konsiderueshme detare, përfshirë një aeroplan mbajtëse të dytë. Vetë presidenti e ka përshkruar këtë dislokim si një armand në përpjekje për të frenuar çdo veprim agresiv nga Teherani. Tensionet aktuale rikthejnë kujtimet e përplasjes në vitin 2025, kur një sulm izraelit ndaj objektivave iraniane çoi në një konflikt të shkurtër kur u përfshin dhe Shtetet e Bashkuara. Analistët paralajmërojnë se çdo incident i ri në këtë zonë të ndjeshme mund të përshkallëzohet shpejt në një përballje më të gjerë rajonale. Në këtë klim të brisht, diplomacia dhe demonstrimi i forcës po ecin paralelisht, duke mbajtur lindjen e mesme në një ekuilibër të paqëndrueshëm mes negociatave dhe rrezikut të konfliktit.